Rankimi nuk vjen me qef, ajo vjen me të bazum në rezultate. Dhe më thëmë, për çdo fush, indikator ka rankime. Ka rankime për shembull sa e përdor AI. Ka rankime sa je i mirë në teknologji. Për shembull, në teknologji ne kemi në vendin e 6 në botë më të mirë, universiteti më i mirë në botë, numër 6. Për AI kemi në vendin e 25 në botë, universiteti më i mirë për generative AI në botë është UBT-ja në botë. Për pjesën e excellencës, domethënë operacionalizimit të punës në funksionin organizativ, ne jemi në 9 kompanitë më të mira në botë. Por se si duhet ta menaxhojnë riskun universitetet në të ardhmen se do të kenë transformime, ne kemi në vendin e 4 në botë. Domethënë ne jemi shembull në shumë. Ne jemi në vendin 151 si universiteti më i mirë për innovation. Domethënë jena para shumë universitete më të mira në botë, domethënë 150 për 100.000 universitete në botë, e ti i Kosovës edhe ja ke nisë 25 vjet, pe hiqet, kjo tregon që ka një respekt, ka një reputacion, ka një konfirmim. Në për shkencë, për shembull, ne tash te Simago, te sektori shkencës jemi dalë në universiteti më i mirë. Dhe këtu që po them më i miri këtu e këtu, domethënë institucione tjera alo as nuk marrin pjesë në kem. Nuk është që jo vetëm që nuk janë para neve, po as nuk alos s'ja ka nisë. Me hi me garu. Po them guxojnë, po domethënë kjo është ideja, domethënë, kështu që rankimet edhe çmimet nuk merren vetëm nga dëshira, duhet me dhënë rezultate. Domethënë se thu për ekselencë ai vjen të viziton 5 ditë këtu, vin 3-4 vjet, edhe ti masi parametrat, i shiqojnë, i qese. Jemi akredituar si vjet nga British Accreditation Council. Domethënë përveç Evropës që kena përmes agjencionit tonë dhe akreditimeve Këshillit britanik për akreditim. Kemi marrë dhe këshillin akreditim. Ju kujtohet që ka qenë. Ai sot ka ardhur dhe na ka akredituar, jemi i vetmi institucion që zyrtarisht kemi një akreditim britanik. Jo vetëm Kosovë, po edhe në region. Asnjë universitet në region nuk e ka konfirmimin e British Accreditation Council. Nuk ka qenë obligative, por ne kemi shku te ata, kemi thonë ne po dëshirojmë që ju të na matni. A i plotësojmë na kushtet me standarde britaneze apo si plotësojmë? Nëse i plotësojmë, tregona që ne qenë kemi njësoj mirë si kur çdo universitet britanez. Kanë ardhur edhe kena marrë maksimumin e akreditimit, që dhe e kanë 4 vite, edhe kjo tregon që është kënaqësi. Dhe kjo jep edhe një mesazh edhe neve si Kosovë që institucionet tona, arsimimi jon, cilësia jon nuk është për të nënshmu, përkundrazi ka një ngjyrë inovative, ka një freski, ka një qasje proaktive, që tani mund të konsiderohet edhe si pjesë përbërëse e praktikave të mira. Dhe tani UBT vërtet ka hyrë në praktikat e mira botërore.